بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falënderime dhe lavdërime takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dashur jemi duke vazhduar që të flasim për këtë fitnë të madhe që Allahu Azza wa Jall ka përcaktuar ta sprovoj me të njerëzimin, dhe atë fitnë e ka bërë si fitnë që nuk ka ndodhur asnjë pejgamber të dërguhet te 3 e më shumë persona, veç se ja ka tërheq vërejtjen ummetit vet nga kjo fitnë, për shkak se është fitnë që e sulmon imanin. Për këtë shkak çdo fitnë e cila nuk e ka në shënjestër imanin, por e ka epshin dhe diçka tjetër, është më e lehtë se sa fitnet të cilat ta sulmojnë imanin. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para kiametit ka treguar që fitnet vijnë në hadithin e vërtet yuraqiqu ba'daha ba'dan. Një pjesë e saj kur kalon vjen tjetra, thu ajo e kaluam ja ka qenë shumë e lehtë. Tani kjo në të cilën gjindesh, thot hadhihi muhliketi, kjo ka më shkatru, kjo shkatrusja. Kur e kalon atë fitne, vjen tjetra, thu, por ajo ka qenë e lehtë në krahasim me këtë, derisa të mrinde gjalli, sepse shkojnë duke rëndu fitne. Çfarë fitnesh? Nuk janë fitne të cilat e godasin njerin në pasuri dhe në fëmijë, po janë fitne të cilat e godasin njerin në iman. Dhe për këtë e shohim që në këtë kohë shtohen dyshimet, shtohen hamendjet, shtohen lëkundjet në bazat dhe në boshtin e fesë. Edhe ngjarjet dhe lajmet që i shohim dhe i ndëgjojmë, ne i kujtojnë realitetin e kësaj që jemi duke e ndëgjuar dhe duke mësuar. E këto gjitha janë, siç ka në hadithin e Hudhaifës radhiyallahu anhu, gjitha këto fitnë janë veç me përgatit terrenin për fitnën e Mesih ad-Dajjal. Në takimet e kaluara përmendëm për cilësitë dhe veçoritë e krijimtarisë së tij, dhe tham se inshallah do të përmendim në këtë takim disa shenja paralajmëruese pak para se më dalaj. Dhe gjitha këto duke u referuar haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi një hadith të njohur të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i njohur me emrin hadithi i Tamim ad-Darit. Hadithi i Tamim ad-Dari. Kush është Tamim ad-Dari? Është një krishter. Është një krishter i cili e kish pranuar krishterizmin. Tash po i them krishterizëm që të kuptohet, apo ajo nasrania ka qenë. E ka pranuar fen e krishterizmit, e që ajo ka qenë fe që ka trashëguar libër dhe ka ndjek pejgamber. E një pjesë të tëne e kanë lajthit rrugën dhe pastaj kanë pretenduar te ky pejgamber se është Zot apo biri i tij, ndërsa një pjesë tjetër ju kanë të pakt ata të cilët e kanë rujt tauhidin dhe njëshmërinë dhe nuk janë zhyt në trinitet. E Tamim ad-Dari u kon krishter. E krishterët kanë pas dije shumë më shumë se arabët e xahilietit, apo sepse ata s'kan pas libër dhe s'kan pas pejgamber. Thot Tamim ad-Dari, ishim afërsisht 30 vet që hëpëm një anije për tregti dhe lundrum me ta. Para se me tregu komplet rrjedhën e hadithit të Tamim ad-Darit, që është tek Imam Muslimi sahih, po e tregoj parathënien që është në Sahih Muslimit nga transmetimi e Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, një sahabike e ndershme, thot që shishëm duke nejt në shtëpi, thirrsi, e janë në xhami, nuk e shkuha namazit. Edhe kjo ka qenë sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi tu bu njerëzit për mi tregu, për na i lajm të madh. E janë në xhami, thot dulëm krejt u tu bum, dhe e pam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na prit me fytyrë dhe buzëqeshte i ndriçonte fytyra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe kur t'u bu njerëzit, tha, ky është Temim ad-Dari, i cili ka qenë krishter, është bu musliman, kam ju tregu diçka që i ka ndodhur atij, është në përputhje me atë që ju kam tregu unë. E kjo e kish gëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi alaihi wasallam kish tregu për Dejjalin, e tash ky ka më ardhi jo me tregu, po ka pa diçka. Do më thonë, nuk është duke tregu nga ndëgjimi dhe rrëfimi, po është duke tregu nga përjetimi. Edhe në hadithin e Temim ad-Darit, që inshallah kena më përmend pjesërisht sot, na dalin pa alametet dhe shenjat paralajmëruese që është afru shumë dalja ati. Për hadithin e Temim ad-Darit, kena me fol në mënyrë të veçantë në ders tjetër. Ndërsa sot veç ato shenjat paralajmëruese që nxjerrën nga ky hadith i vërtetë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e Temim ad-Darit, ata Temimi edhe 30 vet e takun një njeri në një ishull, i cili ishte i lidhur edhe ish i madh dhe përshkrimi i tij. Por me rëndësi është që ai ja bune disa pyetje dhe pas këtyre pyetjeve i tregoj se kush është. Këta gjithë e pyetën kush jete, ai i pyeti diçka. Ka në hadithin e Temim ad-Darit se pyetja e parë që ja bune, tha, kush jeni jo? Kush jeni jo? Dejjal. Kanë pyetje Temim ad-Darin dhe këta. Tha, nahnu qawmun min al-Arab. Na jena një grup njerëzish që jena Arab. Pasi që e kuptoj se këta janë Arab, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më qenë prej tyre, thot, une për lajmet e juve jom kon shumë i interesum. Inni bi akhbarikum lefi shauq. Une për lajmet e juve jom kon shumë i interesum. Shumë i mallëngjym me një për juve diçka. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më qenë prej tyre. E këti i ka interesu, po s'ka pas qasje, derisa Allah azza wa jalla ka caktu ata me ardhmë me taku Dejjalin apo. Thot, ma në hadith ka ardhë, thot, tregomni, akhbiruni an Nakhli Bejsan. Nakhl Bejsan, pyetja por që ja bëna, than, i tha Dejjalli, tregomni për palmat e vendit të quajtur Bejsan. I than, an eji shejin të stëkhver, për çka po pyet për i tëna? Tha, ato palma a jën të jep fryte hala ju. Qyteti Bejsan është një qytet në Palestinë. Është një qytet në Palestinë. Është pranë liçenit Buhejra Taberia që quhet apo. Dhe është larg Kutsit 120 km. Është larg Kutsit 120 km. Dhe pyeti tha, ky vend ka qenë i njohur me palma që kanë jep fryte. Është për qëllim hurma. Tha, qysh është ai kopsht? A është tu jep hala fryte? Than, po, siç është mas mire. Pse këta dinin për vendet të cilat kanë qenë nën udhëheqësinë e perandorisë romake? Pse dinin? Sepse këta ishin të krishterë. Dhe feja atyne e kish bazën që atje. Apo? Edhe Herakliu jeton të në qëtë vend. Për këtë shkak këta e vizitonin Shamin dhe tokat e Palestinës dhe këtu, për shkak se feja atyne ish atje. Këta ishin të krishterë. Tha Dejjalli, ama innehu yushiku an la tuthmir. Ka më ardhë koha që tan ato palma të shumta s'kan me erë fryte. Ka mu kujdes për te, njerëzit, kanë më jep mundin për me i mbarsu ato apo, dhe për me prit për të në fryte, thot s'ka me qitë fryte. Edhe Yanqut al-Hamawi,
një pej, nëse ka mundësi mi thonë, pej atyre që janë mirë me historinë e vendeve, sikurse tash që është me gjeografi dhe kështu me radha po, Yaqut al-Hamawi ka një libër Mu'jam al-Buldan. Çdo vend të mundshëm të botës islame e ka vizitu dhe ka shkruar për të. Në një libër Mu'jam al-Buldan, i cili është 8 vëllime, thot në vitin 626 hijri, thot qad ra'aytuha miraran, kom shkuar kam vizitu disa herë këtë vendin Bejsan, me këshyr a ka fryte. Thot kom vrejt që ka një ka 2 palma mës me pas fryte. Trungu. Aty ka shumë, në shta vesheni, ka shumë që vazhdojnë palmat krejt. Ka shumë. Thot e kom vrejt që ka një ka 2 mutha. Ka 2 mutha. Këtu fotot që përsheni qëtash, apo, janë të marra para 2 vite e gjys. Këtu foto janë të marra para 2 vite e gjys. Ka fryte, ama në mes të palmave ka dhe të thata. Ndërsa po të regon hadithi që ka me ardhë një ditë s'ka me pas fryte. Shenjë që veç ka më kun gati dalja e ti. Pastaj vazhdoj dhe tha: Akhbiruni an Buhayra at-Tabariya. Më të regoni për lumen, ose më të them për liçenin me emrin Tabariya. I than, për çka po pyet? Tha, a ka ujë të mjaftueshëm? I than, po, ka ujë të mjaftueshëm. Tha, ka mu tha ujë, ka mu largu ujë i saj. Buhayra at-Tabariya është në veri të Palestinës. Është në veri të Palestinës. Edhe i bije në veri të Nakhl Bejsan, të këti kupshtit Bejsan të palmave, apo i bije në veri të saj me qenë. Sa është distanca mes saj edhe Nakhl Bejsan, që ti kupshtit Bejsan, është 25 km. E sa është distanca mes Taberijës, Buhayra Taberijës edhe Bejtul Maqdis, është 150 km. Është 150 km. Distanca mes këtyre dyjave. Edhe kjo Buhayra at-Tabariya është fillu qysh nga mëti të pakohet ujë. Zonën të zëndimi duke folna nuk është zonë që ka ujë të bollshëm, apo nuk është zonë që ka të rreshura të shumta. Po në krahasim me Jaziratul Arab është vend apet që ka ujë, edhe ka lagështi apo. Po ka fillu të largohet ujë edhe të thahet, dhe kohë pas kohe dalin shenja të reja të thatësisë që s'kan qenë më herët. Për këtë shkak nëse i referuam historisë e shohim që një kohë kanë thonë ka ana lindore është pakusa që ka dalë një vend i caktuar, kushtimisht po them një guri, një shpellë, një diçka në ujë, tashmu ajo ka mbet shumë e ditur, po shfaq diçka tjetër. Për shkak se shkon duke hub volumin e ujit. E ka thonë Dejjalli, ka mu tha Buhayra at-Tabariya. Ka daldole ka mu tha krejt. Nuk është liçen i vogël, është liçen shumë i madh. Është liçen i madh shumë, ka mu tha gradualisht. Pastaj e vëri pyetjen e tretë dhe tha: Akhbiruni an Aini Zughar. Tha, të regomni për burimin me emrin Zughar, burimi i ujit. Dhe ape përdorin njerëzit atë ujë për me ujit kopshtet e tëne. Tham, po burimi Zughar ka shumë ujë. Edhe krejt njerëzit dhe fshatrat për rreth burim të ujit nuk kam po Zughar, edhe ato e kam burim që edhe përmes ti i ujitin kopshtet e tyre. Tha,
ka me ju paksu uji apo ka mu ndal uji saj. Tha ka me ju paksu apo ka mu ndal uji i saj. Ky qyteti Zugar i bie në Jordanin e Sotshëm, në qytetin e Jordanit të Sotshëm. Është larg nga qyteti Kark 27 kilometra, ndërsa nga Beitul Maqdis 85 kilometra. I bie që është tash në jug, apo i bie që është në jug. Qyteti Zugar, ose më mirë them vend banimi, ku është i njohur ky ujë dhe ky pus që ka burim të ujit dhe ka një vend ku tubohet ai ujë. Po burimi i ujit është i pandalshëm, ndërsa ajo diametri i tubimit të ujit ka mundësi zvogëlohet dhe rritet. Ama esenca është që burimi u kon edhe ka qenë edhe është hala aktiv. E përmend Abdul Haq ad-Dahlawi se kjo është një fshat me këtë emër në Sham. Është fshat që ka ardhur në transmetim nga Muhammed al-Bashari, është fshat beledun qatilun lil ghuraba. Një vend vrasës, që shto e kam përshu. Qa që është vend i runë për me jetu, dhe ambient i vështirë, so që e ka përshu kjo djetar, beledun qatil, vend banim vrasës. Kjo që ka thonë, men abtaja alejhi melekul maut, feljarhal i lejha. Në mënyrë figurative. Kush thët se meleku i vdekjes sërdh hala më marë shpirtin, letë shkan letë jetan atë. Së është vend shumë i vështirë për me jetu, apo? La a'rifu fil islami laha nadhiran fi hadha al-bab. Nuk di në fytyrë tokës vend më të papërshtatshëm për me jetu dhe më të vështirë për me jetu se sa vendi Ain Zugar. Kë po e përshkruan, ky dietar ka jetuar në shekullin e 4. Po e përshkruan këtë formë. Një dietar që ka mas 6 shekuj prej tij, në vitin 1052 Hijri, prap po e përshkruan këtë vend se është vend i vështirë për me jetu. Është vend i vështirë për me jetu. Allahu Azza wa Jall ka kriju edhe ka përcaktu tani çata që ka kriju. Diçka me qenë e mirë, diçka me qenë e vështirë. Diçka me qenë që t'jep motiv për të mirë, dhe diçka me qenë që këtë motivin për të mirë t'a largon t'a zhduk. E kjo Ain Zugar është i tillë. Në vitin 1443, që i bie para 2 vite e gjys, heq më larg, se tash vetë sa kemi hi në vitin 1446, që tash kemi në muajin e parë, po. E në vitin 1443, para 2 vite e gjys, për me zbulu këtë Ain Zugar, janë urdhëruar një grup i njerëzve dhe kanë shku për me pa. Dhe njerëz të besueshëm që kanë shku prej Medinës për me taku, me këqyr është në përputhje me këto që janë përmend në hadithe, dhe e kanë gjetë vendbanimin, dhe e kanë gjetë ujin, dhe e kanë pa që kjo është gjendja e fatësisë që është te burimi. Se burimi ka dalë prej këto, që tu ka buru ka, nëse po e dherin në atë pjesë ka pak ujë, ama ka fillu mu tha, edhe ka fillu ky vend që është burim për mi 1000 vjet, apo 1000 vjeçar, ka fillu mu tha edhe mos me pas ujë. Dhe banorët dhe fshatarët për rreth Ain Zugar nuk i ujisin mu kopshtet dëna pe këtij uji, se nuk ka të mjaftueshëm. Do të thot ata në këtë fshat ende vazhdojnë të mirën me tokë, me mbjellje dhe kështu me radhë, po nuk ka ujë që t'i ujisin për këtij vendi. Ndërsa me 1000 vjet, pse unë po them me 1000 vjet, sepse kjo që po tregohet është para 1500 viteve, apo pe këtij uji janë furnizu dhe e kanë ujit kopshtet e tëne. Ka ardhur dita në vitin që e përmenda, apo thot nuk i ka mbet ujë që të mjafton për me ujit. Ka ujë në vete, nuk është thotësisht, po s'ka të mjaftueshëm. Dhe në këtë kohë, këtë vend dhe këtë ujë po e quajnë Ain Abata. Jo Ain Zugar që ka në hadith, po Ain Abata. Ishte e njohur me këtë emër. Këtu kanë ndodhur
edhe jenë sene që shihen. Gjitha këtu tregojnë se Dejjalli është u afru. Dali ati është u afru. Ai nuk e din gajbin. Dejjalli nuk e din gajbin. Për këtë, kur i ka po Arab të gëzu se ka marrë lajme për ta. Prej tëna, po. U gëzu. Por nuk e din gajbin. Ama Allahu Azza wa Jall ja ka mësu ati alametet paralajmëruse kur kam ju thonë ati dil. Për alametet paralajmëruse të qarta që nuk kanë nevojë, do më thonë, me mendu dhe me meditu, janë këtu. Nakhl Bejsan është për kupteve më të mëdha që përëdhën hurma. Nështë e këni po hurmat Palestinës, që për thujnë, apo kjo është toka Palestinës, hurma të mëdha. Ka me fillu të në të hurma mu paku. Ka një, ka dy, tu u tha dhe tu mos qitë fryte. E para. E dyta, kë Buhejrat Taberije, kë liqen, është duke u paku ujiti, dita ditës, dhe jënë duke dojë shenja, të reja, të thatësis, që s'kan egzistu më herë, por ende ka uj. Dhe treta është Ain Zuhr, kë burimi ujit, që ka qenë burimi dhe jetës, apo se njerëzit janë mirë me tokë dhe me punimin e saj, dhe që ato e kam pos furnizim të vetëm për mi ujit, do më thonë, tokat e tëne, me ujit të mbjellurat e tëne dhe kështu më radhë, mu nuk po mujnë me përdor atë ujë, sepse është pakuat shumë dhe i pom edhe argumentet dhe faktet që thash janë të reja, nuk janë të vjetra. Këtu kanë ardhë në hadithin e Temim ad-Darit. Ka ardhë në hadithin e Temim ad-Darit edhe një diçka tjetër. Ka thonë, e bu'itha nebijul umijin, a u dërgu pejgamberi i njerëzve të cilët nuk din me shkru dhe me lezu, është për qëllim i arabëve. Kanë thonë, Temim ad-Dari, nuk po din kur gjë, kë krishter, thot, po kemi ndëgju që në Mekë ka dalë dikush i cili po thirret se është pejgamber i njerëzve që s'din me shkru dhe me lezu, është për qëllim pejgamberi i arabëve. Thot, a janë duke u ballafaqu populli ti me te? Than, po e di që ka pas lufta. Tash, Temim ad-Dari ka ndëgju për daljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si ka interesu më shku me taku se ky krishter. Ky ka mojt krishterët e kanë më vetën një nivel shumë më të avancuar se sa arab, që fotot halo manal se sota, arab, të më thonë, kush ja ka vënu veshën atëne? Njerëz që Zotin e kanë marru për i hurmave, edhe e kanë adhuru, tani kur jonum të e kanë hongër dorën dhe komën e ti. Apo? Qëka është? Të më thonë, që shtot njone pe me kalëzu qëfar nivelli kanë qenë arab në aspektin e adhurimit, apo? Thot, kur dikush për njëve s'kish me veti idhull për me adhuru, thot, e merte, e mjelte devën e ti, qatë qumshte që të përpara i bëtë të i badet qatë i qumshte, tani e pënd të dikur ma vonë. Qika që jënë kun, arabt, jënë kun shumë të ullët në këtë aspekt, se s'kan dit, kur ka deportu të ta gjehli dhe ignoranca. Dësa krishterët që vëtë jënë kun shumë manalt, ata jënë thirë në shka nga dhja të rashigume. Ky e ka një vetën të Temim ad-Dari në altë, nësë s'kom që mu mirë me ta, po? Po kur e ka Dejjalli, kur e ka pyet a dul ky pejgamber, dhe a janë duke e luftu populli ti, tha po, tha nasihati Dejjallit, apo, ama init të ba'uhu le kene khejrën lahum, me pas njek dhe pasu ata i shkon më hajrë për ta. Me pas ndjek dhe me pas pasu i shkon shumë më hajrë për ta. Dejjalli po kalëzat. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është u dërgu, edhe arabt e kanë luftu deri në fund, ama apet janë këtu e kanë besu dhe e kanë pasu, deri sa kukat e kufrit dhe të shirkut që e kanë luftu 2 dekada, në fund kanë ra shahadet dhe e kanë pasu. Dhe e kanë besu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këtu gjitha po të regojnë se kushtet
për daljen e tij, sa i përket këtyre shenjave paralajmëruese, janë në plotësim e sipër. Prej alameteve paralajmëruese të daljes së Dejxhallit është që të flas në emër të fesë dikush i cili është fuwejsiqun yetekallamu fi umuri al-amma. Njerëz që kanë të kaluar të prishur, flasin për punë të dinit. Ka në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu që transmeton Imam Ahmedi Taberani dhe të tjerët. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ama inna amama ad-dajjal sinin khadda'a. Para Dejxhallit janë vitet mashtruese. Para Dejxhallit, para daljes tij, vite mashtruese. Dhe disa vite. Në që ato disa vite ka me ndodh një mashtrim i madh. Një mashtrim i madh. Dhe ne jemi dëshmitar të këtij mashtrimi të madh, që njerëzit udhëheqen ma keq dhe me ma pa dije se sa që udhëheqet kopeja e deleve. Kërkush nuk i din se ka ashtu shku njerëzimi. Dhe ngjarjet që e patën godit globin para pak viteve, nuk janë larg prej nesh. Nuk u di kja çka është u bu. A ka me të vërtet që se s'mund jenë gjitë sa ju, ama njerëzit si dele, bile dhe mazi se sa tu, pasonin apo. Sanawatun khadda'a, ose sinine khadda'a, vite mashtruese që mashtrohen njerëzit në mënyrë shumë të madhe. Nuk dihet se çka është realiteti, nuk dihet se çka ka pasoj, dhe nuk dihet se kush i udhëheq ata. Yusaddaqu fi al-kadhib wa yukadhabu fi as-sadiq, i besohet gënjeshtarit dhe akuzohet me gënjeshtër njeri i besueshëm. Wa yukhawwanu fi al-amin wa yu'tamanu fi al-kha'in, akuzohet me tradhti njeri amin, njeri sinqert, dhe quhet i sinqert tradhtari. Këto nuk ndodhen veç për kufarve, po dhe për muslimanve, po. Njeri që është dëshmu 1, 2, 3, 10, 20 vjet, së është njeri që e dën të mirën e muslimanve, për një fjalë dhe një qëndrim i thuhet, kjo është tradhtari i ummetit. Kush është tradhtar? Ky që 20 vjet, 30 vjet, më shumë më pak, është duke këshilluar ummetin për të mirë, për mrena nata e bojnë tradhtar. Dhe dikuj që si dihet historia heq, këtu po thot apo, wa yusaddaqu, i thot Allahu Ekber, muslimani më i miri, më i drejti, udhëheq si jon, i japën laqabe të ndryshme, epitete të ndryshme, nuk dihet as kush është kjo. Apo ndërsa njeri që dëshmohet, dihet, akuzohet. Ndërsa ky njeri që ndoshta yukhawwanu, ka ashtu, apo yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Akuzohet me tradhti i besueshme, i sinqerti, dhe tradhtari quhet i mirë dhe i sinqert. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybida." Dhe pastaj në çet ku e marrin përsipër të jenë zëdhënës të fesë ruwaybidat. Ruwaybida. Tha ja Rasulullah, çka është ruwaybida? Tha al-fuwaysiq. Njeri prishun, historia e tij, e kalumja e tij, xhahilia, këtu koni i prishun, njeri s'ka pas as në aspektin e përjardhjes, e as në aspektin e të kalumës tij. Kërka nuk ka diçka që ja zdrit fytyrën njerit. U kon fasik, po thot këtu fuwaysiq. Qa fuwaysiq? Një njeri fasik. Bile pejgamberi sasëm si ka thonë fasik, se është duket i madh. Fuwaysiq një fasik i vogël, domethënë e ka nënçmu. Ky fasik i vogël, që deri dje me gjunaj halasi kanë kalu, domethënë kujtimet e gjunave, hala gjinën fakte për harame dhe gjuna që i ka bë deri dje. Apo që ky njeri thot al-fuwaysiqu yatakallamu fi umuri al-amma. Kur që ta njerëz e marrin përsipër me udhëheq ummetin. Çta fuwaysiq
Sta njerëz e morën për sipër me udhëheqën e Metit. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të hadithit? Këto vite janë vite që i paraprin Dejxhallit. Domethënë, nuk ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shekuj që i paraprin Dejxhallit. Domethënë, edhe një 3 shekuj, domethënë që edhe një 300 vjet përpara dalin këta. Ja, vite. Domethënë janë pak vite. Para se me dal Dejxhalli, ndodhen këtu. Që njerëz të besueshëm akuzohen, njerëz të sinqert i qitet pikpyetja tëne, njerëzve që ju dihet e kalumja. Pej kur u kon 15 vjeç, 10 vjeç dihet që ka mësu, ka punu, u kon çet rrugë apo smiret parasysh, heq ajo. Dikush i cili sot vjen apo deri dia jo, po deri sot në mëngjes fotografitë dhe pamjet dëshmojnë për fiskun e tij. Po u pendu ky njeri dhe u bu më një herë çat natë apo ditën u pendu çat natë u bu njeri që flet namën fesë, dhe është zëdhënës i fesë apo bile e din se kush është tradhtar dhe e din se kush është i sinqert. Nga një se kjo hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'po e përshkruan një realitet sahabëve, është e përshkruan një realitet tonë. Se nejna tu u ballafaqum këtu sen apo. Sahabët e kanë ditë secili e ka ditë vendin e vet. S'ka thonë Khalid ibn Walidi, po Islami i shlyn ato përpara, am ke thonë kështu ja Rasulullah, se pejgamberi alayhis salam Khalid ibn Walidi dhe Amr ibn As tha, Islami i shlyn ato që janë përpara. Domethënë 0-0 aty bën. Ama nuk tha pasoj, po çka ka dallim Abdulrahman ibn Auf e dhënë. Po kur veç një fjalë ja kthej Abdulrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, pejgamberi e çortoi me çortim mashtron, soçë e uli kokën dhe e diti vendin e vet. Po unë hina në Islam tash më bën 0-0 gjunar. Këtu ai njeri është në Islam që sa vjet apo thonë. Ajo para te e ka ecë këtë rrugë që 16, 17, 18 vjet. Ti sot derdh dhe sot do mi kallzu atina që e ka keq. Çka do të thonë me të? Në të sahabët s'ka ekzistuar kjo. Unë e erdha që ka lidhje që kjo është jo, ka lidhje shumë. Dikush i cili vjen edhe mundet me të kallzu. Çto vite na jam këtu i pa domethënë. Njerëz të cilët janë në këtë rrugë, edhe në këtë dinë, edhe në shpjegimin e saj. Po thom nashta 3, 4, 5, 6 dekada për mëna notë nga dikush i cili si ka halos ka hinë në dekadën e 3 jetës tij apo haloj ka 21 vjet, kjo akuzon dhe konteston edhe Allahu na ruaj. Kjo shenjë paralajmëruese dalës apo. Kjo është më e rrezikshme se sa au thon hurmet, palmat e Bejsanit, edhe au largu uji i Taberijes, edhe apo qet mu burimi i Zugar. Kjo më e rrezikshme. Se atu fundit s'pe prekin dinin, ndërsa këta janë duke prek dinin. Në hadithin e Abu Tufailit, i cili është tek Hakimi në Mustadrak, dhe thot Dhahabiu se është sipas kushteve të Buhariut dhe të Muslimit. Këtë hadithin e Abu Tufailit e ka një ngjarje hadithi. Një ditë për i ditëve, në Kufe thirrë dikush dhe tha, kharaja al-Mesih ad-Dajjal, ka dal Mesihu ad-Dajjal. Dhe u tutën njerëzit dhe thanë, nëse ka dal Mesihu ad-Dajjal, të shkojmë të dikush i cili na tregon për te se çu do të muroj. Dhe pastaj vazhdon shkun, hadithi është i njohur, nuk po përmend gjithën, komplet hadithin. Një sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte Hudhaifa ibn al-Asid radhiyallahu an, i nali njerëz. Tha, ama law kharaja fikum wa fi zamanikum, dijeni që kjo është veç dezinformat, i qetësoj. Tha, në qëtë kohën e juv, qëtë ashti, me bo me dal Dejxhalli, qëfar përshkrimi për thot? Le khadhafethu s-sibyanu bil hijara. Fëmija e juv me gur këshin me përzon Dejxhalli. Me dal qëtë ashtë, fëmija e juv me gur këshin me përzon Dejxhalli. Rreni qëtë, mos ja unin se s'ka me dal. Edhe kjo që po thonë ka dal, flani doth qëtë rreni se s'ka dal. Me dal që ta shkojnë e ju, me gur fëmija ju kanë me gjujt Dejxhalli, kanë me përzon. Walakin ad-Dajjal yakhruju fi bughdin min an-nas. Dejxhalli kur del në kuhën kur njerëzit të mushën në mbledh ndaj njëri tjetrit. Wa khiffatin min ad-din, dhe kur do psohet fetaria. Khiffa është let diçka po. Domethënë çështja Facebook çka që e let.
Kush s'ja vënën veshin çështjes fesë. I thua ama feja thot se ngën kërkush që feja çka thot. As ata që thirrën në fe se kanë kriter të vlerësimit dhe të mos vlerësimit të fenë. Lemo tjerë. Pastaj po thot wa khiffatin min ad-din wa su'i dhati bayn. Edhe kur prishën raportet mes vetit deri në kulm. Su'u dhati al-bayn, raportet mes atyre që kanë obligim me marrë raporte, vëllau me vëllau, babo me djalë, djali me babë, vajza me domethënë raportet atyre që kanë farz, mi mojt prishën e lemu raportet atyre që janë pak më të larta. Këtë hadithi, kjo vazhdon tani hadithi deri në fund duke përmendur se ai kur del kanë me musliman kanë më çu kundër tina me luftu të mirët apo dhe ka më ardhur Isa dhe kështu me radhë deri në fund të hadithit. Por ne po na intereson tash këtu me tregu shenja që ky hadith po na çet më pa se kur del ai. Hadithi Hudhaifa ibn al-Asid. Po thot kur njerëzit mushën mlleth ndaj njëri tjetrit. Domethënë kërkush një fjalë që ja bën dikujt. Dej që to është i mushën një fjalë me në kacafytën. Njerëzit janë duke jetu në një dinamike, sa që kjo dinamik e jetës, është i mush mlef ata, nervoz ata, sidomos në vendet që ka sa më shumë popullat, kemi po njerëz të më të egrë, kemi po njerëz që s'kan pikë sabre. Kjo shenjë që dëgjalli ka me dalë, ose është afër dalë ati. Khiffatin min ad-din, kur hub fetaria të njerëz. Kur hub fetaria të njerëz. Do të thotë njerëzit i kanë pasur do kriteret fetarist përgjithshme. E kanë ditë deri nuk janë qenë ashta praktikues ç'është duhet, ama e kanë ditë se janë në nivele të caktuara. Humbin ato. Si jetë mo të kërkosh feja, nuk ka ndikim të shumica dërmuese njerëzve sot. Me keqardhje të musliman nuk po ka ndikim feja. Se kur pithoni muslimanit në momentin kur çështë pe mllefuz dikush, ki frikë Allahun, s'po ta ngën fjalën ki frikë Allahun. Bëni halal për hir të, s'po ta ngën fjalën bëni halal për hir të Allahut. S'po ta ngën. Fjala për hir të Allahut, ki frikë Allahun, Allah shpërblen me xhenet, nuk penala të prej mllefit vet dhe prej realizimit të atij mllefit. Derisa nuk pe merr po them kushtimisht hakun, që sipas ti duket që e ka marr e gjatë herë thot ja bëj halal, atë s'ke nevojë më bëj halal hiç. Që do të thotë fetaria është dopsu dhe po vazhdon mu dopsu fetaria. Pse punkohen e çatëne që po përmendet kë, fëmia kanë pas fetari më shumë sa të mëdhajt e sudit, apo? Dhe pastaj po thotë usu dhata bayn. Dhe kur prishën raportet me njëri tjetrin dhe nuk besoj që njerëzimi ka përjetu prishje të raporteve mes vetë, sikurse që tash që jeton apo. Tash ka përjetën njerëzimi prishje të raporteve mes veti, mes atyre që kanë farz ajin mojtën raporteve, mes çatëne. Sa janë të prish raportet dita ditës, e kupton sidqun, vërtetësinë e kësaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çka konkludoi Hudhaifa ibn al-Asid që s'del dëgjalli, edhe rren është kjo shpifje është edhe është dezinformat. Me çka? E para se këta nuk vrapun me gjetë rrugdalje vet, çka me bu me dëgjallin, po çka jam mësëtën njëri dishëm. Hudhaifa ibn al-Asid, sahabi, apo në Kufe, nuk shkun vetë me veti që ta ruaj bidat, që ta të rritë, dhe që ta mendjeletit, dhe që ta fusakt, që ta fasikat, mëkatort, e djeshet, që u bënë alima sëta, po nuk shkun të ta. Po qka, ju këthyn sahabijut, shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam. Përderisa e din ku adresa, do më thonë, nuk ka kuha e dëgjallit. Përderisa thotë ju erdhët, ju fjallori ti po gjendja, po. Përderisa keni ardhur mu me mpyt, do më thonë, nuk ka kuha që ka me dalë dëgjallit, se ju pedini kanë dhëtë me pyt, edhe kanë dhëtë me ngu. Kur nuk dihet pse nguhet kjo dhe pse pytet kjo, qatë herë dhe dëgjallit, po. E para e dyta, tha, njerëzit fejnë e kanë ma të shtresë sa çdo sen tjetër, apo. Nuk ka kuha dolis dëgjallit. Pastaj, raportet e njerëzve janë të mira me zveti, nuk ka kuha dëgjallit. Dhe njerëzit janë qetë, mjaftën mja kujtu hadithin, la të ghdab,
që pejgamberi ka thonë atij sahabit, mos u hidhra, njerëzit mu qetësu, në koha e Dejxhallit. Kur humbin këto parime, kur tek njerëzit nuk ndikon këshilla dhe fjala, qortimi, kërcënimi, por gjithashtu edhe inkurajimi dhe shpërblimi, është koha e daljes së Dejxhallit apo. Ka në hadithin e Jusejr ibn Jabir radhiyallahu anhu, edhe dy cilësi tjera. Dy cilësi tjera kam qëllimin të përshkrimit të kohës kur delaj. Thot, nuk del Dejxhalli vetëm se kur arrin koha. Hadithi ka kështu, hajet rihun hamra bil kufeti, feja rajulun lahu hejjira ila Abdillah ibn Mas'udin, thot, u boni fryme madhe, sa që shumë, rërt shkretinës, plohen, u bo kejt kuq kufeja, dhe njerëzit thanë garant u bo kiameti. Para lajmërimi kiametit. Dhe ngajtën të Abdullah ibn Mas'udi, radhiyallahu anhu. Edhe pastaj, Abdullah ibn Mas'udi i jepi një këshill gjatë dhe i tregoj se kur bëhet kiameti. Dhe cilat janë shajat para lajmëruese të kiametit. Po i parapritemi çdo dyja që do të më ditna. Fa inna as-sa'ata la taqumu hatta la yuqsama mirath wa la yufrahu bi ghanima. Nuk bëhet kiameti, e as nuk del Dejxhalli, apo e as nuk del shtaza prej tokës, vetëm se kur nuk ndahet trashëgimia. Kur janë nisë mos mund ndohet trashëgimia që çdo në Allahu. Çatëherë priteni Dejxhallin dhe shtazën e tokës dhe kiametin. Derisa nuk ndahet trashëgimia. Se trashëgimin muslimant nuk e kanë nda për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ndajini trashëgimin. Ja. Allahu azza wa jall ka zbrit ajetën Kur'an e ka tregu detajisht. 1/6 këti, 1/7 këti, 1/8 këti, 1/9, 1/7, 1/9 janë veç për minja, apo sa aty është ose gjysma, ose 1/4, ose 1/6, ose 1/8, apo në Kur'an janë apo. Krejt në ajetet Kur'anit surën Nisa. Kujt sa i takon. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka marrë përsipër me thon këti i takon çkaç, këti i takon çkaç, se Allahu azza wa jalla ka sqaru. Nuk ka drejt kërkosh më shtu dhe me kur Allah azza wa jalla në ajetet kuranore e ka përmend po. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa ayeti kuranor ajetet pe përmendin 1/6, 1/4, gjysmën. Ajetet për përmend apo. Për këtë shkak muslimanët të cilët kanë besuar Allahun dhe Kur'anin, se kanë kontestuar çështjen a më jep, a mos më jep. Po ti si tu jep me Allah azza wa ka jep, apo kupton? Domun nuk është çështje jotja kjo. Nuk është çështje jotja, pi japim, s'pi japim. Kur janë nis çështja që tekstualisht Allahu azza wa ka përmend Kur'an. Mulunonash, edhe mos munda hatta la yuqsama mirath. Nuk ndahet më trashëgimia. Apo secili mundohet vetë me marrë. Secili mundohet me hin hak tjetrit. Hub ndarja e trashëgimisë siç duhet. Është edhe një komentim i dytë i kësaj apo paksohen trashëgimtarët. Apo që janë nisë më paksu më trashëgimtarët. Kjo shenjë që tregon kohën e daljes së Dejxhallit. Dhe e dyta wala yufrahu bi ghanima, dhe nuk gëzohen njerëzit me pasurimu. Kjo ka dy komentime, sigurisht edhe ajo para. Komentimi i njohur është la yufrahu bi ghanima, do të thonë njerëzit bëhen i mën me dynjan, nuk gëzohen me pasuri. Nuk gëzohen me pasuri. Kur njeri e ka edhe nuk din se çka bën, i kanë shtu edhe pak, nuk gëzohet me ta. A parimisht pasuria, ndonë është që e gëzon njerin, se natyrshmëria e tij është dashuria ndaj pasurisë. Kur nuk gëzohet njerëzit përpara për pasuri. Domethënë, janë bëj imën mo. Edhe kjo është shenjë që tregon se njerëzit kanë më shku duke shtu pasurinë. Saqë kohën e Dejxhallit mo, pasuri kanë të mjaftueshme, janë të ngupur, po ato që ja ofron Dejxhalli janë më josh se sa pasuria. Për këtë shkak
ata e ndjeken dhe pasojnë dëgjallin apo. Ose komentimi i dytë, la yufrahu bi ghanime, nuk gëzohen me trashëgi, me ghanime, me pasuri, me prenë e luftës, për shkak s'ka kujtja ja. Për shkak të vdekjeve të mëdha dhe mos pasjes së meshkujve dhe burrave, paksimet të tyre. Gjitha këtu kanë hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e tregojnë ofrimin e kohës së paraqitjes së Mesih ad-Dajjal. E kur është dalja e tij në mënyrë ma po them kështu, ma bukfalisht me tregu kur është dalja e tij e Dajjalit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar hadithin e vërtet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar shenjen paralajmëruese që pasoj del Dajjali. Ka thonë në hadithin e vërtet që e shënon Imam Muslimi në sahihun e tij, hadithi i njohur, të cilin ka ardhur kështu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inni mukhbirukum, unë kom ju tregu për te, për Dajjalin, se kur ka me dalë. Edhe vetë Dajjalin, hadithin e Temimit Darit, ka thonë se nuk dihet kur m'japet mu leja, nashta është afër koha kur m'japet mu leja me dalë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shaj se masoj del Dajjali, ka thonë është Fath al-Konstantiniyye, shlirimi, hapja e Stambollit, Konstantinijës, është shaj e daljes së Dajjalit. Jo 1, 2, 3, 10 herë muslimanët ja kanë mësy prej vitit 49 hijri. Me njerë pas vdekjes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pak vite apo. Prej kohës Muawijës radhiyallahu anhu, njerëzit ja kanë mësy shlirimet Stambollit për me arrit Konstantinijës, më mirë të themi apo, për me arrit vlerën e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin ka ardhur, që është në Imam Ahmedit dhe Musnad, apo la taftahanna al-Konstantiniyya fala ni'ma al-amiru amiruha wa la ni'ma al-jayshu dhalika al-jaysh. Keni me shliru Konstantinijën, sa udhëheqës i mirë është ai udhëheqës dhe sa ushtri i mirë është ajo ushtri, apo sa ushtar i mirë është ai ushtar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar. Njëjtën hadith përmendet edhe shlirimi i Romës. Po nuk është për qëllim ajo që ka ndodhur. Për shkak se është shliru Stambolli me përpjekje të shumta nga muslimanët, 10 herë ka arrit të shlirohet në kohën e atij që e ka emrin sultan Muhammad ibn Murad al-Fatih. Muhammad ibn Murad al-Fatih, sultan Muhammad al-Fatih. Në kohën e tij është shliru Stambolli. Por shlirimi i Stambollit në këtë kohë ka ndodhur me luftë. Me luftë. Edhe me luftë të ashpër, të madhe. Ndërsa hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e përmend se pas shlirimit të Stambollit del Dajjali, nuk është shlirim me luftë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë: sami'tum bi medinatin janibun minha fil barr wa janibun minha fil bahr. A keni ndëgju për një qytet që gjysma është në deti edhe gjysma është në tokë? Domethënë që qyteti është i ndomë, gjysmë kënej ujit, gjysmë kënej ujit. I kanë thonë: po ja Rasulullah, e Konstantinije është qytet që qyteti u konë 2 pjesë, gjysma është në kënej ujit, gjysma kënej ujit, apo? Bile juve në 2 anë të ujit, po njëri është në një kontinent, tjetri është në tjetër kontinent. Fa la taqumu sa'a hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq. Nuk bëhet kiameti përderisa nuk jam mësyn atij veni për me luftu dhe me shliru
70.000 nga Banu Ishaq, nga ndjekësit e Ishaqut. Çka është Banu Ishaq? Musliman është, në komentim thonë po, ama është për qëllim raca e bardhë. Edhe ata që ja kanë mësy dhe e kanë shliru, nuk janë zi. Apo, nuk janë zi. Hadithi i vërtet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përshkruti këtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend shlirimin pas të cilit del Dajjal. Tha: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. Thot, ndërsa muslimant kur vinë për me shliru, thot nuk përdorin as shtiz e as shpat. Dhe më thot nuk ka me shtiza dhe me shpata mu shliru. قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جوانبها. Thon la ilaha illa Allah wallahu akbar. Thot gjysma qytetit bjen dorë tëne. Qala Thawr la a'lamuhu illa qal alladhi fil bahr. Thot Thawri, transmetuesi, nuk e di vetëm se më duket që ka thonë kjo pjesa që është në anën e detit. E tash në anën e detit du të me këshyr nga cili kënd vështrim pe këqyrim që me qujt nga anën e detit. Apo pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: thumma yaqulu ath-thaniya, thon për herën e dytë, la ilaha illa Allah wallahu akbar fayasqutu janibuha al-akhar. Thon la ilaha illa Allah wallahu akbar bjen në dorën e muslimanëve edhe pjesa e dytë e qytetit. Thumma yaqulu ath-thalitha, pastaj thon për herën e tretë, la ilaha illa Allah wallahu akbar fayufarraj lahum. Thon herën e tretë, la ilaha illa Allah wallahu akbar, hapën dyrte e saj. Hapën dyrt e saj. Fayadkhuluha fayaghnamu, dhe hyn muslimanët dhe marrin pasurinë dhe prenë e luftës që ju takon aty. Fabaynama hum yaqtasimuna al-maghanim, çush janë ata duke i marrë të mirat dhe duke i shiju ato të atij qyteti, idh ja'ahum as-sarikh faqal inna ad-dajjala qad khalaf. I vjen një zhurëm, një bërtim, Dajjali ka dal. Fayatrukuna kull shay'in wa yarji'un, dhe braktisin që ashtu që janë krejt sanet, kthehet. Ky hadith që është tek Imam Muslimi përshkruajti këtë pjesë. Ndërsa hadithi tjetër që gjithashtu është tek Imam Muslimi i shton disa sene. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Fayaftatihun al-Qustantiniyya." Thot edhe muslimant me fjalën la ilaha illallah wallahu akbar e shlirojnë Konstantiniyën. Fabaynama hum yaqtasimun al-ghanaim. Thot çush janë ata duke e marrë dhe ndo përjen e luftës, qad allaqu suyufahum biz-zaytun, i kanë varë armët e tëne në dhëne të ndryshme, biz-zaytun është në pemë dhe kështu me radhë. Idh saha fihim ash-shaytan, thret shejtani me zot lart. Inna al-masih qad khalafakum fi ahlikum. Dajjali, Mesihu, ka shku te familjet e juve. Fayakhrujun wa dhalika batilun, dhe ata dalin e lëshojnë këtë qytet dhe jam mësyn familjeve tëne, thot dhe kjo është lajmi rreshëm. Fa idha ja'u ash-sha'ma kharaj, kur mërin ata në Sham, del Dajjali. Transmeton Muslimi. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po e tregon që ka me pas një shlirim të Konstantinijës me tekbir, me fjalën la ilaha illa Allahu wallahu akbar. Ne nuk bojmë tash konspiracione që ka me hup musliman dhe ka mu shliru dhe njëherë. Ne besojmë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me tekbir, me fjalën la ilaha illa Allah tehlil edhe Allahu akbar tekbir, kanë mu shliru ky vend, edhe pse ata që kanë ardhur aty kanë armë me vete dhe kanë shtiza me vete, kanë armë, po. Kanë armë me vete, po si përdorin armë.
ai shlirimi I parë Muhammed al-Fatih është përdor arma apo me luftë. Kjo po tregon që nuk përdoret arma, domethënë pa luftë shlirohet, vetëm me fjalën la ilaha illallah wallahu akbar. Pastaj çështja tjetër po tregon se këta kanë ardhur për lindjes që kanë më shliru. Pse? Se kur vjen thirrsi I rrejshëm, thot Dejjalli ka shku te familjet e juve, hadithit e Muslimi, po thot kthehen në Sham dhe e shohin që është gënjeshtër. Domethënë ata kanë ardhur për Shamit që I bie lindje në relacion me Konstantinin, apo lindja e mesme, që I themi. Për aty të kanë më shku, por më shliru këtë vend me tekbir. Çështja tjetër, idh saha fihimu shejtan, thret shejtani. A thret shejtani? Shumë për thirrjeve që na I shohim ditë sot janë thirrje të shejtanit. Domethënë edhe nuk ka nevojë shejtanin ti me pa me dy brina e tu bërtit që më thonë kjo është thirrje e shejtanit. Jo. Se neva Allah azza wa jalla ka treguar që ai thret. Apo ai thret. Dhe thirrja e tij është çdo thirrje që nuk është në përputhje me hakun me të vërtetën. Thirrja e shejtanit është. Ka mundësi e autorizon një njeri që të thret, një medium që të thret, një kush të qoftë apo thret, ai është thirrës I shejtanit apo është thirrës I shejtanit. Përderisa thret diçka që s'është e vërtetë, ai është thirrës I shejtanit. Allah azza wa jalla ka treguar se shayatin al-insi wal-jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Shejtanët e llojit njerëzor dhe shejtanët e llojit e gjendve e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë të mira mashtruese. Apo domethënë ata frymëzojnë kësaj herë thirrti, kësaj herë thirrti, po kryesore ata thrasin me fjalë të mira në të kot, të pavërtet. Edhe idh saha fihimu shejtan, nuk ka kusht që shejtani iblisi vet del thret, po shejtan pe shejtanëve dikush thret apo. Edhe kur thret ai shejtan, familjet e tyre janë të rrezikume, apo edhe mendojnë që Dejjalli ka shku tek shtëpitë dhe familjet e tyre dhe kthehen. Ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos që pjesa idh saha fihimu shejtan, është duke sqaruar një hadith tjetër të vërtet. Cili është ai hadith tjetër I vërtet? Që ka ardhur nga Ibn Omeri. Ibn Omeri e ka taku Ibn Sa'idin në ditë, e këto Ibn Sa'id, Ibn Sayyadin kena më përmend në ditë tjetër, apo më një ders. Dhe kur e ka taku, e ka pa në rrugë dhe është rrit Ibn Sayyad dhe ja ka bllokuar rrugën Ibn Omerit dhe Ibn Omeri është largu prej tij dhe ka hyrë tek Hafsa. Dhe Hafsa ja ka kallëzuar një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vllaut vet Ibn Omerit. Dhe I ka thonë, a nuk e din që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për Dejjallin se ai del inma yakhruju min ghadbatin yaghdabuha. Me të vërtet Dejjalli del në momentin që e hidhrojnë ato shumë. Momentin që e hidhrojnë ato shumë. Paramendo një qytet të cilin ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me tekbir me fjalën la ilaha illallah Allahu akbar kanë mëshliru. S'ka më pas nevojë as një musliman një pikë gjak me derdh apo. Edhe qyteti I madh dhe I lashtë dhe I rëndësishëm për këtë njerëzim. Kur veç me fjalën la ilaha illallah wallahu akbar fitojnë musliman aq shumë dhe shlirojnë të atë qytet, a nuk e hidhron kë ose kjo e arritur çdo shejtan dhe çdo dejjall? Padyshim. E çdo sebepi që është ndërlidh se hidhrohet ai shumë edhe në momentin që arrin kulmin e hidhrimit Allah azza wa jalla thot del. Allahu azza wa jall e zgjidh ato, e zgjidh apo dhe e liran. Dhe del. Kështu që mas shlirimit me fjalën la ilaha illallah wallahu akbar të Konstantinijës del Dejjalli. Del Dejjalli dhe dalja ati ku është, inshallah do përmendim në takimet tjera. Allahu azza wa jall na ruajt nga sprova dhe fitneja e tij. Dhe nga këtu që u përmenën deri tash, na mësoft Allahu azza wa jall
që të përmirësohem në veten tonë, po dhe të përmirësohem në raporte me tjerë, që të mos jemi ne një nga faktorët e shpejtimit të ardhjes dhe daljes së tij, po të jemi nga ata të zotëngujmë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është si sebeb dhe shkak që të mbrohemi dhe të largohemi nga fitna e tij. Wallahu te baraka ve taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.